ma i lor, as një cent ma shumë, as një cent ma shumë. Sot në mënyrë arbitrare, në mënyrë jo legjitime, në mënyrë të njëanshme, bordi skandaloz i zyrës së rregullatorit për energji vendosi në emrin e qytetarëve të Republikës Kosovës pa i pyetur dhe pa i marrë konsiderat komentet e tyre. Ata sot nuk e përfaqësojnë dhe nuk janë atje për të rregulluar aspektin energjetik në Kosovë, por janë atje për të dëmtuar edhe më tutje standardet e qytetarëve të kësaj republike. Edhe një herë nga sheshi Zahir Pajaziti ne ja quajmë një selam që këta qytetarë që janë sot këtu, ata që ishin me datën 5 prill dhe shumë mira të tjerë, qindra mira të tjerë e kanë dhënë përgjigjen dhe përgjigja e tyre është e qartë. As një cent ma shumë, 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 as një cent ma shumë. Por ma i lor, as një cent ma shumë, as një cent ma shumë, As një cent ma shumë, as një cent ma shumë. Pas kësaj, ekspertët e grupit kanë fillu përgatitjen e padis. Natyrisht ne do të ndjekim edhe rrugë ligjore, por derisa zërej të tërhiqet nga ky vendim skandaloz, më duhet t'ju them që fatkeqësisht zërejs, ne do të grumbullohemi përsëri e përsëri e përsëri. Nëse është nevoja, do të bllokojmë çdo rrugë e çdo shesh deri në momentin e fundit, sepse qëllimi është i qartë, sepse qytetarët janë qartë, sepse përgjigja është e qartë. As një cent ma shumë, 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 as një cent ma shumë. Bashk prej këtij sheshi, ju ftoj gjithëve.